i ofendojnë madje për mendimin tim edhe i kanë kërcënuar se të nxjerrësh një foto aty dhe të thuash ti je i shitur apo ti ke këtë interes apo ne e dim që ti ke një biznes etj është kërcënim i hapur. Edhe kjo që ndodhi me shefin e policisë është një tmerr, edhe shtetet autoritare e bëjnë në mënyrë të kamufluar. Ai del hapur edhe thotë do t'ju ndjekim kush jeni, për çfarë? Për njerëz që thon fjalën e tyre të lirë në internet, edhe japin review në për hotele dhe në për restorante. Është e turpshme, është për te autoritare, sepse edhe ata e bëjnë në mënyrë të kamufluar. Algoritmi, Brenton. Ndërkohë, Almer, ajo që po qarkullon dhe që po diskutohet në çdo tavolinë është pyetja e thjeshtë, a mbaroi protesta apo mendon se kjo protest nuk do ndalet deri në rrëzimin apo në arritjen e objektivit që i ka vendosur vetes? Tani, unë të parashtrova vetëm një pjesë të asaj që kam arritur të analizoj në protest. Ndërsa, për objektivin e protestës, unë mendoj që objektivi i protestës, për mua, objektivi final i cili është largimi i Edi Ramës, për mua duket i vështirë, por më thënë i pamundur. Pra për qenë disi për të folur më gjuhë më të butë, mos të them më gjuhë më të tashpër. Pse i pamundur? Për shkak të numrit vogël të qytetarëve që marrin pjesë. Kolegu Kotori dhe përmendi që një qeveri rrezohet kur janë 300.000 veta në shesh, dhe një qeveri duhet siç e shpjegoj, duhet një punë e madhe, e gjatë, e stërmundimshme të largosh qeverisë Edi Rama. Dhe kur unë shikoj numrin e protestuesve, të cilët në përbërjen e tyre më shumë kanë interes protagonizmin e vetë për para mikrofonit dhe kamerave se sa kauzën, unë mendoj që kur nuk arrihet qëllimi. Unë di të them që për kauzët më të rëndësishme në botë janë vrarë dhe kanë vdekur njerëz. Do të thënë komunistët e vërtet të cilët përqafuan kauzën në vitet 30 ishin gati të vdisin për kauzën. Unë nuk mendoj që ka ndonjë aty protestues i cili ka një kauzë që beson. Thjesht ka kapur mllefin e shqiptarëve me ke qeverisja në 1000 arsye që ka për të protestuar dhe mbahet mbi këto telat e këtyre arsyeve dhe qëndron aty dhe kap mikrofonin çdo natë për të qenë protagonizëm. Unë mendoj që Edi Rama nuk trembet fare nga askush aty që pretendon që është grup organizator. Edi Rama nuk trembet fare nga askush aty që pretendon që ka atë monopolin, po them, e asaj fonisë aty. Unë mendoj që Edi Rama trembet kur populli i irrituar shton numrat dhe jo kur pakson numrat. Dhe unë aktualisht mendoj që kjo klasë politike, për faktin që ka një koordinim të kahershëm midis opozitës dhe opozitës në çështje shumë të rëndësishme të heshtura dhe të hapura, e kanë të vështirë ta largojnë këtë qeverisi. Unë nuk dua të demoralizoj askënd. Unë ftoj çdo kënd i cili të protestoj edhe për çështje më të rëndësishme, të kauza më konkrete. Unë dakord jam qytetarët flasin aty dhe thonë që kanë problematika të ndryshme, dikush nuk ka ujë, dikush është një fermer i cili nuk ka prodhimet e veta, nuk po i shiten, dikush i cili vjen nga fshatat braktisur, nuk gjen arsim, nuk gjen shëndetësi. Por unë dua që sugjeroj që në protestë merren me emra tek për tek emrat e qeverisjes të cilët kanë kryer korrupsion. Pra nëse deri tani po merren me biznesmen si Gjergj Luca dhe të tjerë me shok që i bën review, të njëjtin review dhe të njëjtin karakteristik t'i bëjnë abuzimeve të Belinda Ballukut, abuzimeve të drejtorëve Belinda Ballukut. Nëse u morën me Kanye West dhe 4 milionë euro, të merren me çfarë tendrash janë bërë për infrastrukturë. Të merren se çfarë tendrash janë bërë te Akshi. Pra, që pjesë më të madhe e ka qytetarët e thjeshtë, kjo është çështje drejtësisë më. Nuk ka lidhje me këtë gjë, unë po flas të artikulohet. Po se bën të individë se ndoshta edhe se di dosje. Ne hym ke drejtësia. Zotri, kjo është çik më specifike, më vjen keq. Më e komplikuar. Mjafton të artikulojnë në tezat e tyre, jo vetëm shëndetësia ka mbaruar. Zotri më përmend, në filan vit, në filan periudhë kemi kaq dëm të shkaktuar përmjet korrupsionit në shëndetësi. Kemi këtë. Qytetarët e thjeshtë nuk i dinë Tomalmer, duhet lexosh raportet e KLSH-s, lexosh dosje. Ato janë aty të gjitha. Unë po flas ato që artikulojnë. Qytetarët më shqetësimet e tyre dhe shumë mirë bën. Unë jam shumë dakord që qytetarët, unë po flas për këtë që mendon ti që përmendë që klasa e re politik, element politik, zero element politik ka aty që do dalin. Janë njerëz të paformuar që nuk e njohin politikën gjenezë. Njohin vetëm atë shablonin e shëmtuar të Adriatik Lapaj që vërtet dhe bërtasin ndjekin një model. Nuk është ai modeli politik. Ka 70.000 vota, Lapaj ka 70.000 vota. 70.000 vota dhe Lapaj po hym tani. 70.000 vota që
se pranojnë qytetarët protest tani. Lëre tani është zero më. Standardi vota herë zero. Ore zotri, është njëri që nuk e lejojnë të hipin mikrofon, siç nuk lejojnë Sali Berishën, nuk lejojnë Agron Sheaj, nuk lejojnë politikanë ata. Po zotri, pse nuk e lejojnë? Po këtu pra ka dështuar klasa politike, që askush nuk është i besueshëm. Edhe ky emri që përmendi tani, po lëre mos përmendim ato, unë po flas, po them që kjo protest nuk ka guximin dhe nuk e ka sot, nuk ka asnjë lloj pritshmërie për prodhuar element politik.